Për të siguruar një matje të saktë të tensionit të gjakut, duhet që matjet të bëhen në të njëjtat kushte, në qetësi dhe në pozicion korrekt. Me shumë rëndësi është dhe përgatitja për matjen e saktë të tensionit. Për këtë, duhet të zgjidhet një ambient i qetë dhe i rehatshëm. Zhurmat mund të interferojnë me tingujt që duhet të kapim gjatë matjes së tensionit. Ndaj një vend i qetë dhe pa zhurma është shumë i rëndësishëm. Tjetër, për një matje të saktë të tensionit të gjakut, duhet të menjanohen sa më shumë të jetë e mundur ndikimi i faktorëve të jashtëm në vlerat e tij. Për këtë, pushoni për 5 deri në 10 minuta para matjes së tensionit. Menjanoni ngacmuesit apo ndryshuesit e tensionit si pijet me përmbajtje kafeine. Këto pije duhet të jenë 1.5 deri në 2 orë larg kohës që po matni apo do të matni tensionin e gjakut. Të mos ja duhani të paktën 30 minuta larg. Aktivitetin ose ushtrimet fizike të paktën 1 orë larg. Tjetër, për një matje të saktë të tensionit të gjakut, uluni dhe qëndroni korrekt. Mundësisht në një karrige me shpinën mbështetur dhe këmbët e peshuara në dysheme. Kujdes tjetër. Për një matje të saktë të tensionit të gjakut, vendosni, mbështeteni dhe relaksoni krahun në një sipërfaqe të sheshtë, afërsisht në lartësinë e zemrës, si për shembull në tavolinë, ose diçka të afërt me te. Tjetër, për matjen e saktë të tensionit mund të përdoret secili krah. Disa specialistë rekomandojnë matjen në krahun e majt, sikurse nuk përjashtohet edhe matja në krahun e djathtë. Për këtë, prova e sigurisë, matni tensionin të dy krahet. Nëse kanë ndryshim më shumë se 10 mm shtyllëzive, atëherë për matje duhet të zgjidhet krahu që tregon vlerën më të lartë. Tjetër, për një matje të saktë të tensionit të gjakut, vendosni mansheten apo mbështjellësin e krahut afro 1 deri në 2 cm mbi bryll, duke e mbështjellur ngushtë rreth krahut, por jo të shtrënguar dhe as të lënlirshëm. Edhe mbështetja e krahut duhet të jetë në nivelin e zemrës. Për një matje të saktë të tensionit të gjakut, ktheni dhe mbani krahun me pëdhëmbën lart. Për një matje të saktë të tensionit të gjakut, mundohuni të lokalizoni duke e prekur me gisht enën e gjakut që kalon në pjesën e brendshme dhe qendrore të krahut mbi bryll. Pikërisht aty vendosni diafragmën e stetoskopit, pra pjesën që dëgjon tingujt. Nëse keni respektuar gjithë këto që përmendëm më lart, matja dhe vlera e gjetur do të jenë të sakta. Faleminderit.